Ciklisët e 6 ekipeve të vendit tonë përshkuan 1346 km rrugë, duke kryer kështu rrethin e 38 ciklistik të Shqipërisë. Ne ndoqëm një nga etapat e fundit të këtij rrethi atë Gjirokastër-Fiervlorë. Kjo është etapa e 10 e këtij rrethi. Në të 9 etapat e mëparshme, ciklisët kanë arritur 6 kohë të reja që përbëjnë rekorde. Në qytetin e Tepelenës, ciklisët hynë grup dhe po kështu marrin përpjetën e rrugës me Malia i Ballç. Ndonjë tentativë për shkputje nuk pati rezultat. Në Patose më pas në Fierë është ekipi i Partizanit që udhëheqi ndjekur nga Vllaznia. Mbas Fierit rrugës për ndrejtim qytetit Vlorës, tërheq vëmendje lufta sportive mes veteranit Nuredin Bllaka dhe triot Labinotit Enver Zhega. I pari mri Nuredini që i përshkoi të 152 kilometrat në 4 orë, 18 minuta e 50 sekonda, duke përmirësuar kohën e kësaj etape me 1 minutë e 47 sekonda. Në etapën e fundit Vlorë-Tiranë, Vllaznia e Shkodrës përsëri dha tonin garës, ashtu siç ja pa dhënë gjatë gjithë rrethit. Sportdashët e shumë kryeqytetit përshëndetën Agim Tafilin e Vllaznisë, fituesin e rrethit si dhe ekipin e tij që gjithashtu u klasifikua i pari.